Një 48 vjeçar banues në fshatin Juban përfundoi në prangat e specialistëve të sektorit të qarkullimit rrugor pasi gjatë momentit që u ndalua me automjetin e tij, u konstatua pas testit në gjendje të dehur. Ndërkohë në 24 orët e fundit pokta specialist proceduan një 47 vjeçar pasi edhe ky i fundit u kap nën efektin e alkoolit duke drejtuar automjetin dhe një 16 vjeçar pa leje drejtimi. Rastet e javëve të fundit por dhe muajve të fundit po tregojnë një shtim të numrit të personave që drejtojnë mjetin në gjendje të dehur dhe pa leje drejtimi, prandaj policia bën apel që të tregohet kujdes pasi ndëshkimet do të jenë maksimale. Ndërkohë, një aksident rrugor i shënuar në aksin Shkodër-Mjet me drejtues shtetasin me inicialet AD banues në Vukatan, që u përplas me një kamion me drejtues shtetasin IB banues në Mjet, la 2 shtetas të dëmtuar. Policia i referoi materialet në prokurori për këtë aksident. Në Shkodër, specialistët për hetimin e krimeve referuan materialet në prokurori pasi një 34 vjeçar dyshohet se është vetë dëmtuar me mjet prerës në banesën e tij. Ai po merr mjekim në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Dyshohet se ky shtetas vuan nga probleme të shëndetit mendor bazuar dhe në deklarimet e familjarëve. Në malësi të madhe, policia dërgoi në prokurori një tjetër rast, pasi në fshatin Palvar dyshohet se për shkak të një shkëndije elektrike ka rënë zjarr në magazinën dhe oborri një 58 vjeçari ku ka patur dëm me materiale.